Pyetja e parë e cila na ka ardhur është nervoza në Ramazan, një këshill. Padyshim se Ramazani nuk është vetëm se me lanën, hajën edhe pijen, edhe me i braktis do thotë gjana të cilat janë të lejume, por Ramazani do thotë duhet me mësu muslimanin me qenë durimtar, me qenën sabërli, sidomos do thotë gjatë kohës kur është duke agjënu, sikur çka ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se gjatë ditës Ramazanit nëse vjen dikush të ofendon apo edhe të shan, duhesh me akthie me përgjigjen të cilën ai ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'im. Çka do të thonë, unë sot jam agjërueshëm. Çka do të kjo thotë kjo? Kjo do thotë se unë jam duke agjënu, edhe gjymtyrët e mia sot agjënojnë. Në ato gjymtyrë do thotë është përfshim do thotë goja ime, e cila do thotë nuk ha në kupin, pas nuk fol do thotë fjalë të ndyta, por edhe nuk ka vakt do thotë në humor me tyje duke të ofendue, po ashtu as durët e mia do thotë nuk i zhyti, pa as këmbët e mia nuk i zhyti, as trupin tem do thotë nuk i zhyti në mëkate, për atë arsye se këto orë ja kam premtue Allahut fuqiplot. Ashtu që nervoza nuk ka vend do thotë në Ramazan, as hidhrimi do thotë nuk ka vend në Ramazan, për atë arsye se ti je një rob që ja ke dhënë besën edhe fjalën, edhe je duke agjënu për Allah, ashtu që mos të vjen ndonjë prej shejtanëve të insve dhe me ta prish tije Ramazan.